Ndrot të pamposhtur ndaj një terrori të një regjimi që u sonte si një pushtues barbar. Zëri juaj, qendresa juaj, u shndrua në tmerr të vërtet për narkoregjimin e Edi. Sot, me urdhër të Edi Ramës, Skënder Balluku, Sokol Tradhtari Bespreri Bishga dhe Enton Allushi, Dashamir, shefi policisë operative, i njësisë operative, kanë treguar ftyrat e vërteta për i kriminalësh profesionist. Nuk kanë asgjë të përbashkët me punojësit e policisë, por janë kriminal të certifikuar, të cilët mendojnë se do smbrapsën një popull të tërë në mbrojtje të dyshes famzez Rama dhe Balluku. Tani dhe njëherë, deklarova para pak, po deklaroj përsëri. Dosja Rama Balluku nuk mbyllet gjerditën e fundit të jetës tyre. Ata janë të regjistruar në analet e këtij populli hajdutët më të mëdhenj historisë së shqiptarëve. Ndaj dhe nuk ka forcë në botë që t'i mbrojë ata nga ndërshkimi mbar popullor. Sot, në emër të Lubi Ballukut dhe Edi Ramës, Skënder Balluku, që mori drejtimin e narkopolicisë, shënjestroi dhe goditi drejtuesit kryesor të Partisë Demokratike, Luciano Boçi është në spital me djegje. Flamur Noka përsëri psoi goditje, por vazhdon detyrën. Klevis Balliu në spital. Në spital janë drejtues të tjerë, Aulon Kalaja, gazetari Aulon Kalaja, i goditur personalisht, edhe një hakmarrje për qëllimet e tij ndaj regjimit. Drejtues dhe rrytar tjerë të Partisë Demokratike janë të plagosur. Sot, Sokol Balluku ka përdor bombat kundër protestuesve, granatat e zhurmës quhen, dhe që kanë plagosur disa prej tyre. Kanë hedhur shishe molotov dhe kanë plagosur edhe protestues, por dhe policë, sepse u duheshin si dëshmitar të gjoja akteve të protestuesve. Denoj me forcën më të madhe dhe u siguroj se forcë në botë që të mposhtë kërngritjen tonë paqësore nuk ka. Edhe njerë, nderimin tim më të madh, mirënjohjen më të pakufishme ndaj jush, gra dhe burra, djem dhe vajza, guximtar të pamposhtur. Faleminderit. Pa shumë shpejt, do të caktohet shumë shpejt, nuk të rriqemi ne. Kërngritja jonë paqësore nuk nje të zmbrapsur. Do t'jetë para apo pas zgjedhjes suaj si kryetari PD-s? Të gjitha
format e protestave do përdoren. Këto janë protestat, kjo është kërngritje paqësore që ka si mision përmbysjen e narkoregjimit të Edi Ramës. Ky mision është misioni i Partisë Demokratike, por edhe i forcave tjera politike opozitare, i shoqërisë civile, i grupeve tjera të interesit, për cilat do bëjmë gjithçka të bashkohemi në një front të përbashkët për t'i dhënë shtytjen përfundimtare këtij regjimi. Por një gjë është e sigurt që kjo kryengritje nuk ka të ndalur. E 7 apo e 8 me radhë, e pa njohur më parë në Shqipëri, kjo është bërë ka një mbështetje sa shqiptare aq dhe botërore. Zoti Berisha, nuk më that një përgjigje. Protesta e radhës do të jetë para apo pas 23 majit? Nuk kanë asnjë lidhje këto, kanë lidhje me regjimin. Nuk kanë absolutisht asnjë lidhje me proceset e brendshme të partisë. Përkundrazi, ju jeni dëshmitar që disa muaj më parë unë deklarova që Partia Demokratike do të hidhet në një veprimtari shumë planshe. Pra, ne tani vërtet jemi në proceset të brendshme, analiza dhe zgjedhje në të gjitha degët, por kjo nuk mund ta pengojë ne të mbajmë kryengritjen paqësore si shpresë e madhe e shqiptarëve. Ndaj dhe rrofshi ju, lere e të merruat sot regjimi, e të merruat, i pa çfarë fytyrash kishin, kriminal dhe vetëm kriminal mund të quhet. Protesta tjetër më fuqishme do jetë. Protesta tjetër më të merr për regjimin do jetë. Atëherë, natën e mirë dhe mirupafshim. Lere mos e luaj. Hajde. Si të kam? Si je, ja urdo. Unë jam Qequa nga Qafana, është duku Edi Pisashama, ju të tjeri Rumpalla, Baluku, Tauran Balla. Urdhoni. O visi, Mirë shumë. o visi. Mirë. Mirë, mund të konsiderohet e mbyllur kjo protestë ditës sotme me fjalë